E mërkura e përhim shënon fillimin e kohës së kreshmeve. Kjo është një kohë pendese, kohë e cila zgjon ndjenja përmirësimi, por dhe kthimi të rrënjësishëm shpirtëror. Në meshin e mbajtur në Kishën Katolike në Shkodër, i mësoi Giovanni Peragjine, tha se kreshma është një kohë hiri për të vënë në praktik atë që Zoti na kërkon për të kthyer tek ai me zemër, teksa na rikthen tek e vërteta themelore e jetës. Kreshma është kohë hiri për të vënë në praktikë atë që Zoti na kërkon në leximin e parë që kemi dëgjuar. Ktheuni tek unë me gjithë zemër. Kthehuni tek unë me gjithë zemër. Mund të themi që protagonist e kthimit nuk janë veprat, por zemër. Veprat që dalin prej zemrës. Të kthehemi tek ajo është thelbësor, që është thelbësor. Të kthehemi tek Zoti. Por mbi të gjitha kreshma është një kohë që na fton të kthehemi e vërteta e vetvetes sonë. Kreshma na kujton se kush jemi, ose më mirë na fton të zbulojmë kush jemi, të shikohemi brenda. Kush jemi dhe gabim na rikthen te vërteta themelore e jetës. Vetëm Zoti është hy dhe ne jemi vepër e duarve të tij, thot të psalmi. Jemi njerëz të dobët. Jemi njerëz të bristë, të vdekshëm. Jemi plur. Por jemi plur në duart e Zotit. Jemi plur i mbushur me dashurinë e Zotit. Do të thotë që Zoti dëshiron të mbledhë plurin tonë në duart e tij dhe t'i mbushë me frymën e tij të jetës. Kjo është krijesa e njeriut. Na ka bërë prej plurit, por na ka mbushur me frymën e tij, me Shpirtin e Shenjtë. Në këtë kohë jemi të ftuar të përjetojmë mëshirën e Zotit, të Atit që është gjithmonë gati të na pranojë me krahut të hapura, pavarësisht nga mëkatet tona. Në këtë kohë kisha i fton të gjithë të krishterët të luten, të agjerojnë e sidomos të pendohen e të kthehen në udhën e Zotit.